Futbollistët e Kosovës, Leon Avdullahu dhe Albian Hajdari, janë në prag të nënshkrimit të kontratave të reja me Hoffenheimin, ka raportuar të mërkurën mediumi i madh gjerman Kicker. Dy lojtarët ju bashkuan Hoffenheimit verën e kaluar dhe aktualisht kanë kontrata deri në vitin 2029, por drejtori sportiv i klubit, Andreas Schicker, synon të ofrojë marrëveshje më afatgjata, të shoqëruara edhe me rritje të ndjeshme të pagave. Kjo është e pazakontë, pasi të dy ju bashkuan Hoffenheimit para fillimit të këtij edicioni. Nga njëra anë, mund të shihet si shpërblim por paraqitjet e mira të tyre deri më tani. Përveç zgjatjes së kontratave deri në vitin 2030, pritet edhe rritje e ndjeshme e pagave për të dy lojtarët. Nga ana tjetër, me këto vazhdime, Hoffenheimi po tregon se dëshiron ta ruajë boshtin e ekipit edhe për sezonin e ardhshëm, shkruan Kicker. Vlera e Avdullahut dhe Hajdarit ka shënuar rritje të madhe, si rezultati paraqitjeve pozitive me klubin gjerman dhe Kosovën. Avdullahu, i cilësuar për lojën e tij të fortë teknike dhe taktike, është bërë një nga pikat kryesore të mesfushës së ekipit që drejtohet nga Christian Ilzer. Sipas Kicker, interesimi nga klubet më të mëdha pritet të shtohet për mesfushorin 22 vjeçar, i cili u transferua nga Baseli për 8 milion euro, ndorsa aktualisht vlerësohet rreth 25 milion euro. Një vazhdim kontrate do ta bënte shumë më të vështirë një largim të tij këtë verë. E njëjta vlen edhe për Hajdarin. Mbrojtësi me kombon e majt ka pasur rol të rëndësishëm dhe ka stabilizuar dukshëm repartin defensiv të Hoffenheimit. Ai u transferua nga Lugano për 5 milion euro, ndorsa sipas vlerësimeve aktuale llogaritet rreth 20 milion euro. Sa i përket statistikave, Avdullahu ka regjistruar një asistim në 29 ndeshje të Bundesligës këto edicion, ndorsa Hajdari ka një gol dhe një asistim në 26 ndeshje. Në skuadrën e Hoffenheimit është edhe sulmuesi kosovar Fisnik Aslani, por ai pritet të largohet në verë. Interesimi për to raportohet i madh, me Bayern Munich dhe Barcelonën që përmenden si dy prej klubeve të interesuara. Hoffenheimi ndërkohë po zhvillon një kampanjë të suksesshme në Bundesligë dhe është shumë pranë sigurimit të një vendi në garat europiane.